Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi natën e sonte me rrëfimin e radhës. Rrëfimin sonte na e ka shkruar Arditi, një djalë i cili, pa marrë parasysh se çfarë i ka sjellur jeta, nuk është dorëzuar kurrë. Kjo që do të dëgjoni është e çuditshme, por nuk është një gjë që nuk u ka ndodhur njerëzve. Dua që ta dëgjoni me kujdes dhe të kuptoni se çdo të thot, pa marrë parasysh sfidave, ti të jesh i fortë dhe stoik. Unë quhem Ardit dhe për shumë vite askush nuk e dinte se unë ku isha. Jo sepse unë nuk ekzistoja, por sepse unë isha i padukshëm. Jam rritur në një lagje të vogël në periferi të Tiranës. Shtëpia jonë kishte mure të çara, një obor me baltë dhe një portë që kërciste sa herë që hapej ajo portë. Babi punonte ndërtim. Kur kishte punë, ndërsa nëna pastronte shtëpitë e të tjerëve. Unë isha djali që ëndronte shumë, por në fakt fliste pak. Që i vogël e kuptova një gjë. Nëse je i varfër, askush nuk pret asnjë gjë të madhe nga ty. Por realisht unë e prisja, edhe pse isha i varfër. Çdo natë para se të flija, e shikoja tavanin edhe imagjinoja jetën time ndryshe. E imagjinoja veten duke folur para njerëzve, duke krijuar diçka që realisht e ndryshonte jetën e dikujt. Nuk e dija si, nuk e dija kur, por e dija që nuk do të mbetesha aty për gjithmonë. Në shkollë nuk isha nxënësi më i mirë. Madje disa mësues më quanin i humbur në mendime. Nxënësit e tjerë talleshin me rrobat e mia të vjetra. Kishte ditë kur kthehesha në shtëpi me grushta të shtrënguar jo nga inati, por nga pafuqia. Një ditë në moshën 14 vjeçare, ndodhi diçka realisht që mua ma ndryshoi jetën. Më thënë një veprim që djalit në fjalë ja ka ndryshuar jetën. Babai u aksidentua në punë. Në atë moment, gjithçka ra mbi ne. Borxhet, frika, heshtja. Më kujtohet fytyra e nënës sime teksa mundohej që të buzëqeshte. Por sytë e saj, realisht, e tregonin të vërtetën. Ne ishim në prag të kësaj humbje. Atë natë nuk fjeta. Dola jashtë, ula në shkallët e shtëpisë dhe për herë të parë qava si një burr, jo si një fëmijë. Qava sepse kuptova që askush nuk do të vinte që të na shpëtonte. Dhe aty, unë e mora një vendim. Nuk do të prisja më që jeta të ndryshonte vetë, por do të ndryshoja unë. Fillova të punoja, çdo punë që gjeja. Shpërndaja fletushka, mbaja arka në treg, laja makina, në mëngjes në shkollë, pas dite në punë, natën lodhje. Kishte ditë kur flija vetëm 4 orë. Por brënda meje po ndizej diçka. Më kujtohet hera e parë kur fitova vetëm 2000 lekë. Me duart e mia, ja dhash nënës time.
Ajo qau, unë jo, sepse për herë të parë ndjeva fuqi. Vitet kalonin, shokët e mi filluan të largoheshin jashtë shtetit. Disa u dorëzuan, e disa ranë në rrugë të gabuara. Edhe unë të ndohesha ndonjëherë. Kur sheh që rruga e shkurtër sjell para të shpejta, mendja realisht fillon të tradhtoj. Por unë kisha një premtim me veten. Nuk do të bëhesha i fort duke e shkatruar veten. Në moshën 18 vjeçare, pa asnjë ndihmë, hapa një faqe të vogël online. Nuk kisha kapital, kisha vetëm një telefon të vjetër dhe internet të dobët. Fillova të krijoj video motivuese. Flisja për vështirësitë, për dështimin, për ëndrat. Videoja ime e parë mori 23 shikime. Dhe 5 prej tyre ishin nga familja ime. Por unë vazhdova. Çdo ditë për 6 muaj postova pa pushim. Pa pagesë, pa sponsor, pa mbështetje, shumë njerëz qeshin me mua, më thoshin kush je ti të japësh këshilla. E vërteta isha askush. Por isha askush që nuk po dorëzohej. Pastaj ndodhi. Një video shpërtheu brenda një jave. 1000 shikime. Mesazhe nga njerëz që thoshin faleminderit, më dhe shpresë. Një djalë më shkroi isha gati të dorëzohesha, por videoja jote më ndaloi. Atë natë kuptova diçka. Nuk kisha nevojë të isha i famshëm, kisha nevojë të isha i dobishëm. Sot, shumë vite më vonë, nuk jam milioner. Nuk kam vilë luksoze, por kam bërë diçka më të madhe. Ndikim, familja ime është mirë dhe babai ecën edhe pse me vështirësi, ndërsa nëna buzëqesh më shpesh. Dhe unë ende zgjohem çdo mëngjes me frikë, me pasiguri, me dyshime. Por tani e di një sekret. Forca nuk është të mos kesh frikë. Forca është të vazhdosh edhe kur ke frikë. Nëse po e dëgjon këtë histori edhe ndihesh i humbur, dua të them diçka nga zemra. Nuk je vonë. Nuk je i parancishëm, nuk je i padukshëm. Ndoshta sot askush nuk beson tek ti. Ndoshta familja jote nuk ka mundësinë, ndoshta je i lodhur duke luftuar vetëm. Edhe unë isha. Por jeta nuk ndryshon brenda natës. Ajo ndryshon nga vendimet e vogla që merr çdo ditë. Nga momenti kur thua mjaft, do të bëhem versioni më i mirë i vetes. Unë jam ende në rrugë, ende duke ndërtuar, ende duke mësuar. Por një gjë është e sigurt. Ai djali që qante në shkallët e shtëpisë, sot do t'ishte krenar me mua. Dhe nëse unë djali nga një lagje haruar e Tiranës, munda të ngrihem, atëherë edhe ti mundesh. Mos prit momentin perfekt. Mos prit mbështetjen e të gjithëve. Mos prit që frika të zhduket. Fillo tani, sepse një ditë do t'tregosh historinë tënde dhe do të thuash nuk u dorëzova.